Për shorti, po besoj që ndoshta ma pozitivi mund shumë. Sidomos për Slovakin, ndeshja e parë me Slovakin, po besoj që mbi 80% të tifozave të Kosovës dhe njerëzve të sportit e kanë dashur si kundërshtar Slovakin, pasi që besojmë që deri diku është niveli barabartë i ekipave kombëtare. Unë për veti kam qenë kategorikisht kundërt nabije me Walesin. Walesi nuk e kam dëshiruar si kundërshtar hiç, se me ekipet ishullore kem shumë problem, edhe na edhe Shqipnia. Ekipët që luajnë fizikisht, me topa gjatë, me krosime, na shkaktojnë shumë probleme. Dhe për këtë nuk e kam dashur as Walesin, po deri diku edhe Çekisë ju kam friksu si kundërshtar shkaku i gjatësisë dhe topave gjatë. Slovakia rival deri diku i barabartë, gjasat janë reale, me këtë entuziazëm që e kemi, me vazhduna deri në mars, është një kundërshtar shumë i kalushëm, pasi që momentalisht, nëse i marrim emrat një nga një, Kosova ka shumë ma shumë futbollistë që luajnë nivelet nalta se sa Slovakia. Slovakia e ka në anën e vet veç një përvojë ma shumë se na, se kemi pa sidomos në 3 evropianët e fundit është kualifiku, plus është edhe i kualifikum edhe në një botror. Po, hiç përvojën, do me thonë për nga cilësia, kualiteti, emrat, po besoj që jemi ma mirë dhe është një kundërshtar të kalushëm.